Bashkia e Lushnjë përmes ndërmarrjes së pasurisë publike ka nisur punimet në këto ditë të para të pranverës për përmirësimin e hapësirave publike në qytet. Puna është fokusuar në lyrjen dhe sinjalizimin e korsive për biçikleta në trotuarin përgjatë bulevardit kryesor, duke krijuar kushte më të sigurta dhe funksionale për qytetarët. Këto ndërhyrje synojnë jo vetëm rritjen e sigurisë rrugore, por edhe promovimin e përdorimit të biçikletave si një alternativë qëndrueshme transporti. Përmes kësaj nisme, bashkia synon të japë më shumë hapësirë publike qytetarëve dhe përdoruesve të biçikletave, duke kontribuar në një qytet më të organizuar dhe miqësor. Punimet pritet të vijojnë dhe në zona të tjera të qytetit, duke zgjeruar rrjetin e korsive të dedikuara për biçikleta. Autoritetet lokale bëjnë thirrje për ndërgjegjësim dhe respektim të sinjalistikës nga të gjithë përdoruesit e rrugës. Sipas bashkisë, këto investime janë pjesë e një plani më të gjerë për modernizimin e infrastrukturës urbane dhe rritjen e cilësisë së jetesës për qytetarët. Ndërkohë, qytetarët e kanë mikpritur këtë nismë duke e konsideruar një hap pozitiv drejt një qyteti më të pastër dhe më të aksesueshëm.